por ne po kemi deklarata të ndryshme të akterëve të ndryshëm të lëvizjet dhe vendosje. Në një anë dëgjoj deklarata të ministrës drejtësisë, nëse nuk gaboj, që nuk do të bisedojmë me partitë opozitare, po do ta bëjmë qeverinë, dhe nuk e di ku do të marrim atë deputet që do ta kryejnë qeverinë, e kanë shansën, do të shohim. Nëse e bëjnë qeverinë, normalisht që do të kenë opozitën e fortë, nëse jo, atëherë ne do të bëjmë qeverinë, do të kemi një opozitë e cila besoj që, ose lutem që SPAK-u të jetë konstruktive. I kemi provuar në opozit, pra ata i keni provuar, kanë qenë në opozit. Për atë po them SPAK-u të lutem që të jenë konstruktive në raport me shtetin e Kosovës, se nuk kanë qenë. Nuk ka qenë konstruktiv me shtetin e Kosovës, atëherë kanë qenë në opozit, e ka dëmtuar shumë shtetin e Kosovës gjatë këtyre viteve që kanë qenë në opozit. Kur jemi tek se zgjedhjet do bën 2 muaj që u kryen, mirë, po meqense u certifikuan rezultatet, Partia Demokratike e Kosovës doli partia e dytë pas lëvizjes vetëvendosje. A jeni të kënaqur me rezultatin, zot Shalaj? Normalisht nuk jemi të kënaqur. Kemi pritur shumë më shumë dhe kemi punuar që dalë më mirë me rezultat. SPAK-ut, kjo ka qenë përshtypja jonë gjatë tubimeve që kemi pas me qytetarë, gjatë takimeve që kemi pas me qytetarë, gjatë bisedave që kemi pas me profile ndryshme qytetarëve. Mirë, po në fund gjitha këto janë me një anë dhe vota qytetarëve është tjetër. Dhe normalisht që ne kemi një rezultat të mirë, kemi një numër solid të votave, po pritet kanë qenë që të kemi më mirë. Normalisht që edhe mund të jemi të kënaqur, mirë, por ne duhet punojmë që dalim edhe më mirë në të ardhmen dhe mendoj që veç jemi duke punuar që Partia Demokratike e Kosovës të udhëheqë me qeverinë e vendit dhe normalisht në pjesën e brendshme punojmë sa më shumë që të fitojmë besimin sa më të madh qytetarëve. Zot Shalaj, pra, megjithëse është periudhë e shkurtë, pra mirë, po është bërë një analizë sepse në fushat krejt pretendojnë se fitojnë më shumë, është pjesë e propagandës legjitime çdo partie politike. Ja, mund na tregojnë që kemi fituar. Një përkraje të madhe jemi rritur dhe normalisht që jemi ndje mirë, jo që po them unë, po secili individ që ka një rol në Partinë Demokratike të Kosovës, turnis prej kandidatëve për kryeministër, kryetarit të partisë, anëtarët e kryesisë, gjithë e dim që Partia Demokratike e Kosovës është dashur dhe duhet të jetë shumë më mirë me dalë në këto zgjedhje. Mirë, po respektojmë votën që janë qytetarët, jemi të gatshëm të marrim përgjegjësitë konform votave që i kemi edhe ulësave në parlament dhe normalisht që duke pasur parasysh që e kemi pas kandidatën më të mirë të mundshëm për kryeministër të vendit, me një program më të mirë të mundshëm për qeverisjen e këtij vendi, shpresojmë që kryeministri i ardhshëm i këtij vendi do të jetë zoti Bedri Ramza. Dhe a keni bërë një analizë, zot Shalaj, apo është ende herët, se ku qaluat, pra që nuk fituat atë që pritnit? Ne nuk kemi bërë ende, për qenë se e kemi pas një proces të çuditshëm të numërimit votave. Mendoj që procesi që ka zgjatë shumë, 46 ditë, mendoj që ka dëmtuar shumë rezultatin e zgjedhjeve, mendoj që e ka dëmtuar shumë një për të rezultatit, një paraqitje të tërë popullit Kosovës shkëlqyer në ditë me nënshkurt dhe po ashtu edhe gjatë fushatës. Mendoj që ky certifikim i rezultatit më në fund që erdhi, SPAK-ut ka aspekti formal, tash e dim se partitë sa do t'i kenë ulësën në parlament dhe kush do t'jenë deputetët që do t'jenë pjesë e parlamentit Kosovës, mirë, po çështja e zgjatjes dhe tentativës së pushtetit që të zgjatë sa më shumë procesin e certifikimit të rezultateve na bën neve përgjegjës dhe na obligon që kur do që konstituohet Kuvendi i Kosovës, që të mirëmi sa më shpejt që është e mundur me ligjin mbi zgjedhjet, e sidomos me pjesën e administrimit të zgjedhjeve, meqense është e turpshme që një shtet i vogël, me një popullsi të vogël, mos tjetë në gjendje të arrit të shpallë rezultatet për një muaj e gjysmë, ndërsa kemi shtetet fuqishme me, për shembull, Gjermania me 80 milion apo sa i ka. 60 milion votues. 60 milion votues, i shpallë rezultatet gjysore pas përfundimit të zgjedhjeve. Kjo është e çuditshme. Kur jeni tek çështja programore, e thatë jo jeni të gatshëm që të merrni përgjegjësi, mirë, po zot Shalaj, a keni zgjidhje Partia Demokratike e Kosovës për dy probleme të mëdha, të cilat ju i përmendët në fillim? Pra, sado që në fushat nuk janë përmend shumë, dialogu nuk është përmend, thuje është lënë anash, duket nuk është fort rentabil në fushat, por edhe çështjet e sigurisë. Cila është çësia e Partisë Demokratike të Kosovës për këto probleme? Po shëgjoni, me vetë faktin që po themi ne duhet që të krijojmë bashkërisht qeverinë me partnerët e kam fjalën me partitë politike që kanë qenë në opozit, me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën dhe Nismën që janë në koalicion. Dhe gjithmonë kur flasim ne pastaj gjatë
gjatë bisedimeve për formimin e qeverisë, normalisht duhet të dakordojmë edhe programin qeverisë, dhe